nga tjeni janë djali Marion Drubagu dhe i Mamudës. Përfaqësimi institucional, që deri më sot mund të themi, ndoshta nuk ka qenë më i keq, por është duke u rritur. Qytetarët e Prenjasit duhet të kenë zërin e tyre në vendim. Sa i Gjorgj Loreni ishte nga Prenjas, ishte nga Bëzeshta. Se shkolla e parë shqipe në këtë rreth nuk ka qenë në Librasht, ka qenë në Bëzeshtë. Shkrim bashkinë dhe rrezikon gjithçka që është ndërtuar në vitet dhe shkojë drejt fundjes. Ne nuk besojmë te fjala se statusi i qytetit do të mbetet apo se gjërat do të vazhdojnë të jeni soj ashtu si Rezistojmë deri në fund. Dhe Prenjasi të ngjelet prej sakve. Prenjasi takon vetëm ti komuniteti. Të mos jetë bisht e të mos shkrihet me asnjë bashki tjetër. Faleminderit shumë. Në shkruar jon. Faleminderit. Jep Doriqen sekretar edhe si ashtu. Jep Doriqen. Edhe njëri nga rruga, madje edhe një turist i huaj që di pak shqip dhe ka një farë njohuri për qeverisjen, e kupton se këto të katra quajtra arsye për shkrirjen e mushkëve të Bashkisë Prenjas nuk janë arsye, por lloje që s'ka lidhje fare me qeverisjen, nuk hyn fare në thelbin e çështjes. Me qënë se ka punësime e unë që nuk e do, unë kam argumentuar që pse nuk qëndrojnë këto si fakte. Shteti diktaturës proletariatit, kështu se që njënin e fakte, që mas kushtetullës kohës. Natyrisht që kishim dhe zbore në kohë, bëshin zbore 17 ditë më shumë, nuk e di unë. Bësh edhe në korrik, bësh edhe në gusht, si të urdhëron të komanda asaj kohe. Po, ndodh që para se të ajo fatkeqësia, goditja e grupit ta shqutin grup fuqis në ushtri, u bë një stërvitje e madhe edhe në zonën tonë, e ka qenë pak a shumë në zonë. Ju lutem duhet të merrni gjithë pjesë të nënshkruajnë qëndrimin tonë, sepse kështu e kërkon prapë ligji drafti që është quar, kërkon mendimin e njerëzve duke u shprehur me shtrim, pra duke shkruar gjithë mendimin ton për t'ia përcjellë kuvendit. Do të ruhet gjithçka njësoj. Ne duam që ajo që kemi bërë deri më sot të humbas dhe të rritet. Na jeni në mbështetje për të fuqizuar Prenjasin, jo një vendim që mund të çojë drejt zbejës dhe humbjes së asaj që kemi ndërtuar. Unë jam kthyer këtu sepse besoj tek Prenjasi. Kam zgjedhur këtu të ndërtoj jetën dhe t'u jap breza të rinj mundësinë të mësojnë të duan kulturën e tyre. Sot nuk kemi kundër askujt, nuk kemi kundër kulturës së askujt. Jemi për identitetin tonë, për Prenjasin, Rajsin, Çuksin, Stravin, për kulturën dhe traditat tona, për përfaqësimin tonë, për të drejtën secila tretë të përveçantë. Po të ishte bashkim, do kishte balans ku do quheshe Bashkia Prenjas Librasht. Kjo është shkrirje, ikën Prenjasi dhe mbetet Librashti, ikën vendi që ka resuret për zakonta ekonomike dhe mbetet administrata si që ka qenë dje zyra administrative. Tani edhe dy fjallë. Problemi është tek ju, tek ne. Nëse duam që bashkia të mbetet dhe ata do vendosen që të ndahet, detyra është e popullit dhe askush nuk ka drejt që në emër të popullit Prenjasit të vendosit, përveç referendumit. Dhe referendumin e kemi bërë. Dihet fare mirë që gjithë ju jeni kundër ndarjes apo jeni për bashki. Jemi të gjithë që bashkia e Prenjasit të ri, bashkia e Prenjasit. Por, kam disa vrejtje. Nuk po merrem fare me ekipin e bashkisë a me bashkitë, sepse në fundit elementi korruptiv ekziston kudo, që lart deri poshtë, por jam për atë që resuret që ka Prenjasi. Dhe ata nëse duan të bëjnë që ky popull të vazhdojë,
dhe të kthejnë ata puset që janë atje, që nxirrin mirajnë, dhe t'ja heqin ato pezhishkat, a që janë ato nuset e lalës, dhe të vendosën të nxjerrin kova me minerajnë nga poshtë. E bëjnë do të këtë qoftë socialistët, qoftë demokratët, nëse se bëjnë do të s'kam për asgjë. A mund të kthehet edhe një stacionit është gjersot. Akoma më vështirë do të bëhet, si do që ka qenë qetësia e pushtetit, që kjo është çështje tjetër, por ka një derë ku trokitet. Kurse imagjinoni një moment se çfarë do t'i ndodh presit. Dhe kush e këtë vujtjet, i pari populli, po edhe kjo administratë që sot duhet të ishte këtu. Populli është këtu dhe kërkon, më vjen mirë që është këtaj Këshillit, por më vjen mirë që është këtaj Këshillit, do më vjen mirë që të ishte të gjithë përfaqësuesi, se populli ka që ka hapin e vetë për të kërkuar, dhe ato që e përfaqësojnë popullin janë të zgjedhurit tonë. Janë të zgjedhurit tonë në nivel lokal që janë këshilltarët, është kryetari i bashkisë, janë të zgjedhur në nivel qendror. Edhe në parë tam, edhe sot. Nëse duhet të qëndrojë bashkia e presit, duhet të marrit përsipra përfaqësuesit e zgjedhur. Mekanizmi që përcakton nëse bashkohet presi me një bashkë apo jo, është në parlament. Prandaj, ne kemi përfaqësuesit tonë. Dhe vëre, dhe kemi gabuar, që nga takimi i parë para një muaji, edhe sot janë përdorur të gjitha manipulimet dhe kalkulimet që të zbutet efekti i qëndrimit të bashkisë e pabashkuar. E pabashkuar me librazhin. Ne nuk duhet të bëhemi naiv. Është tërësisht një reformë elektorale, edhe këtë nuk duhet ta diskutojmë. Mirë, thirrja që është bërë edhe para një muaji, edhe nga kontaktet që kemi përdit me njerëz, sikur shprehet, edhe i majti. Kjo nuk është çështje që i takon as PD-s, as PS-s. I takon popullit, komunitetit të presit, i cili përshëndes profesor Ladin, që e zaroi të gjithë historinë tonë. Ne nuk kemi treve humor, ne jemi treve me historinë. Historia fillon që në kohën e Skënderbeut, vite vota rreth votas. Po ku nuk merr vota kështu. Zotërini reformator. Le të bëhet si të doj, por vetëm bashkinë ne duam njësinë tonë. Nuk kam erdhur këtu për treguar bindjet e mia dhe bindjet e tjerëve. Sot problemi është që vujtjet do të fillojnë pas bashkimit të presit me Librash. Kemi me Bashkinë Librash. Bashkia Librash është njësi veçërisës vendore më vete, por s'mund të shkrish prenjasin. Do t'ju Në një analizë objektive, në një analizë që më bërë unë dhe bëjnë përgjithësi, duke marrë në kyra efektivitetin dhe eficiencën e qeverisë vendore të deri tanishme, duke shmuar personelin punëtor të gjithë për ndjekjen e zgjedhjeve në nevojat e qeverisë. dhe një vërejtje tjetër. Gjithë momenti janë privatizuar. Nuk ka të drejta askush privatizoj ujin e lumit. Që nga interesave të këtij komuniteti të vojtur, që i ka votuar 5 mandate rrjedh, 25 vjet, 30 deputet. E çfarë ke bërë? Mund ta fshish ti se të teke ty. Ai pat zoti Mazniku nuk e ka haberin fare. Nuk e di çfarë duhet ndodhë? Ky është uji jonë. Nëse ata thonë që e kemi privatizuar për kaq vjet, Qon njërëzor. Në gjeni për qatën, për sëllitet e tepë, shpesh të marrime, shprejnë me rakun tim dhe të gjithë neve e smarsu në bashkinë e qeverisës vendore në meselin qytetin e Prejën. Por sot ne nuk jemi këtu vetëm për të kundërshtuar. Jemi këtu për të kundërshtuar mbështetjen. Nëse deri sot Bashkia Prenjas ka mbështetur artin, mirë
një oxhak dhe fare mirë kthehet në ujë të ngrohtë dhe në ujë të ftohtë të ujë rrjedhshëm dhe bëhet si në Stockholm. Të një qyteti që thash ka sakrifica pa fund mbi kurrizin e tij. Jemi si një ndër komunat më të mëdha, si akoma themu tallën me statusin e minatorit. Për 10 milion euro, aq ishte statusi i minatorit. Bashkë me deputetin Asnjë, po çfarë ka ndodhur? Është zhdukur trofta. Është zhdukur ariu, është zhdukur vidra, janë zhdukur zhapat, është zhdukur uji që vadiste tregton dhe frymon këtu, në Prenjas. Këtu janë familjet e saj, këtu janë miqësitë dhe krushit, këtu janë kujtimet. Unanime është shprehur kundër këtij propozimi. Kryetari i bashkisë në mbledhjen e Këshillit po këtë qëndrim ka mbajtur, është kundër. Gjatë ditëve në vazhdim, thjesht të këtyre zonave, sepse banorët janë ata që kanë trashëguar këtë kulturë. Ata e kanë jetuar, ata e kanë ruajtur dhe e kanë përcjellë brez pas brezi deri tek ne. Prandaj më shqetëson dhe drafti që propozon shkrirjen e Bashkisë Prenjas. Për mua argumenti është shumë i dobët dhe nuk lidhet me realitetin që jetojmë çdo ditë. Janë njerëzit të cilët bëjnë paraforci e tha nuk bëhet fjalë për bashkim, por bëhet fjalë për zhdukje. Kjo rreth pa zhduk identitetin ton, identitet i krijuar nga të parët tanë. Çfarë do fillohet? Dofta për momentin duket e lehtë fare dhe gjë shumë e vogël. Do bie sistema e bashkisë, do bie flamuri i bashkisë, kështu që duke rënë ato, sepse në fund të janë simbolet, siç ka simbole kombi, ka dhe njësit vendore simbolet e tyre. Duke rënë këto simbole, normalisht do vi një moment që do harrohemi edhe ne. Kam parë draftin që kanë sjellë Komisioni i Reformës Zgjedhore. Ka studiuar popullsinë, ka studiuar performancën e bashkisë, ka studiuar distancat. Për sa i përket performancës bashkisë, jemi në vendin e 30 midis 61 bashkive. Nga numri i popullsisë jemi në vendin e 32. Pra lëm shumë pas, shumë bashki të tjera që nëse do të shkriheshin ose do të bashkoheshin me termin që përdorin ata, nuk na bie radha kurrë. Nga ana tjetër, çfarë na ofron Bashkia Librazh? S'ka asgjë me ta, përkundrazi, respekt të pafund për banorët, për drejtuesit, për gjithë me radhë. Sepse për sa i përket performancës bashkisë, të dyja bashkitë janë në nivelin mesatar, në nivelin mirë. Kanë një avantazh nga ne, kanë rreth 4.000 banorë më tepër sipas censusit të vitit 2023. Po e quaj, po e marrë mirë qëndë, sepse në fundit ka dalë nga statistikat e Instatit. Thuhet sistemohet lugina e sipërme e shkumbinit. Ku e fillojnë këtë luginë sipërme? Nga Labinoti për ta nxjerrë në Valamar. Lugina e sipërme e shkumbinit fillon në Çukës dhe mbaron në Valamar. Një reformë e tillë është bërë diku në 1923 që bashkonte ose sistemonte rrjedhën e sipërme të shkumbinit. E fillonte në Çukës, vazhdonte lart dhe merrte gjithë zonën e Mokrës, pra sipas rrjedhës së shkumbinit. Ne faremi jemi sistemuar sipas Bustricës, aty e kemi burimin e jetës, aty e merr ujin Skroska, aty e merr ujin Çuksi, aty e marrin ujin Rajcat, aty e marrin ujin edhe zonat e tjera Urak dhe Merab. Thuhet do menaxhohet më mirë renta minerare. Cila rent minerare? Minirat i ka Prenjasi, si ka Librazhi, pra ajo pak rent, ashtu si merret dhe ajo, pra duhet të na menaxhojnë ata. Ose sistemimi i bujqësisë, për cilat toka bëhet fjalë Librazhi, ku i ka? Ne kemi fushën e Domosdovës, kemi fushë grupin e Prenjasit, kemi fushën e Katilit, por kemi kodrat e bukura të Rashtanit që janë mbjellë me vreshta, kemi vreshtat e Kakavecit për të mos vazhduar për më tej sepse ata që do flasin i din dhe më mirë se unë gjitha këto. Pra resurset i kemi ne dhe duhet tashmë të na menaxhojë Librazhi. Pse kjo? Çfarë na afron mos, se po ta bashkonin me një bashki që megjithëse kishte shumë resurse dhe do na ndihmonte, hallall po abonim. Por niveli i taksave, mbes taksave, niveli i performancës është i njëjtë. Atëherë pse? Për një plan djallëzor të dikujt, për një dëshirë të dikujt,
Jo, pra jo, s'duhet ta lejmë këtë. Këshilli Bashkiak Prenjas të majtë, të djathtë, me parti, pa parti, jemi mbledhur për një çështje shumë të rëndësishme. Jemi mbledhur për prenjasin ton të përbashkët, që duan ta zgjidhsojnë, që duan ta fshin nga harta territoriale e Republikës së Shqipërisë, që duan të na fshin nga faqja e dheut, sepse me largimin e bashkisë, ky vend ka vetëm shpopullim dhe vetëm shfarosje. Jam sonte këtu, jo si ndonjë antare e X subjekti politik, jam tu si një rajcare, si një vajzë e këtij komuniteti, që është lindur rritur në Rajc, që ka një lidhje shpirtërore me familjen e saj, me rajcën e saj, me këtë komunitet. Jam zgjedhur këtu me vota të majta e të djatha dhe dua shumë që t'i shërbej këtij komuniteti, që sot kur ky komunitet ka nevojë për ne të grihemi në këmbë dhe të mos themi nesër ore çfarë bëm ne, apo fletëm gjumë. Erdhi Librazhdi, erdhi një komision, siç ishte komisioni Mazniku, ai pat ato firmat e atyre deputetëve që kishin kërkuar shkrirjen e Bashkisë Prenjas, se dhe emrin e tyre nuk dini si ta shkruanin. Me një komision që nuk e njeh këtë zonë, nuk e di. Arbian Mazniku nuk ka qenë ndonjëherë kryetar bashkie dhe nuk di se si drejtohet një bashki. Prandaj, kjo që po ndodh sot Prenjasit është shumë e rëndësishme. Jemi në një moment historik shumë të rëndësishëm, shumë të vështirë për gjithë komunitetin e Prenjasit. Besoj se dhe ju e keni lexuar draftin. E pam e dhanë me vonesë, e pam ishin disa avantazhe i quajnë ata. Po për çfarë avantazhesh na flasim? Se të shkrish 26 fshatra që ka Bashkia e Prenjasit, të shkrish një qytet siç është qyteti i Prenjasit, i ngritur mbi djersën, mbi mundin e mira minatorëve të nëntokës, të mbi tokës. Minator që hëngrën dhe 28 vite ka punuar i mat nën tokë, 28 vite në kushte njerëzore. Unë isha shumë e vogël, po e mbaj mend. Thoshte hanim një llokume, hynim në galeri dhe kur dilnim thoshim shqyr që dolëm gjallë. U tallën me statusin e minatorit. Ktu ka qenë Taulan Balla në 2021-shin. Tha ne dham statusin e minatorit. Kujt ja dha statusin e minatorit? Atyre që ndruan jetë, si i mat. Atyre që janë sot të smur në kushte shumë të vështira dhe mezi blen ilaçet e tyre, apo që vdesin herët për shkak të kushteve shumë të vështira të punës. Ky qytet dhe kjo qytezë ngeli e varfër sepse pasuroi gjithë Shqipërinë me minierat e saj, të Pishkashit, të Prenjasit, të Katjelit, të Ekunikelit e të Kromit, dhe vetë i dha shpirtin këtij komuniteti. Por sot çfarë kemi? Kemi varfëri, kemi shpopullim. E në vend të bëhet një reformë për t'i mbajtur njerëzit këtu, për t'i mbajtur ata që janë atje në Rashta, në Katjel, në Kotodesh, në Sopot, në Bërzesht, në Skënderbej. Në vend të bëhet një reformë që t'i mbajë njerëzit aty, çfarë bëhet? Një reformë për t'i larguar ata fshatarë, ata pak njerëz që kanë mbetur atje. Na thanë se po e bëjmë këtë reformë për të krijuar luginën e sipërme të Shkumbinit. Po ç'është kjo luginë? Se kur lexon draftin duket sikur lexon lugina e Preshevës, lugina. Pra e kuptoni, jo thjesht duan ta shkrijnë si Prenja se ta kthen një fshat të madh, por duan të heqin dhe emrin që nesër fëmijëve tuaj apo tanë dhe kur t'i pyesin nga je, janë nga lugina e sipërme e Shkumbinit. Na thanë se po e bëjnë për rivitalizimin apo për kapitalizimin e korridorit të 8. Të kujt korridori? Ajo rrugë që po bëhet ka fitime të tjera, por nuk ka lidhje me Prensin, se Prensin e zdjer skiç. Aty do vihet një person që do vër trarin, do marrin të ardhurat, një koncesionar, dhe ato të ardhurat do vinë fare në buxhetin e Bashkisë Prenjas. Na thanë se po e bëjnë të për qafthanën. Po mirë, a i din ata se aty ku është fizikisht sot dogana e qafthanës, është tokë e rajcarve. Ka qenë pjesë e kadastrës, është zona kadastrale Rajc. Në vitin 2018 ka qenë ish kryetari i komunës Rajc, i ndjeri Seladin Bogdani që ka dashur Rajcën me shpirt. Kemi bërë një dosje voluminoze, kemi çuar në KKT, ku ai kryeministër që është dhe sot, tha jo, dogana do t'i kaloj Pogradecit. Pra edhe pse ata i paguajnë taksën vendore këtu në Prenjas, e menaxhon Pogradeci, sepse kjo bashki gjithmonë është parë si bisht i Librazhdit. Dhe me këtë reformë duan ta bëjnë akoma më bisht, duan ta zgjysojnë fare. Duan ta shkrinë për shkak të stafit,
Po mirë, ky stafi kur unë kam ikur para 8 vitesh, e lash me 200 punonjës, u bë 400. Hiqi parazitët, hiqi të paaftët, por mos hiq bashkin, se nuk ta kanë fajin njerëzit, nuk ta ka fajin komuniteti. Thanë gjithashtu se po e bëjmë për rentën minerare dhe për hekur nikelin. Rentën minerare dhe hekur nikelin dhe projektet i pam nuk i bëjnë dot, sepse bashkimi i Prenjasit me Librazhdin nuk ka lidhje fare. Ato puset aty të hekur nikelit në Prenjas janë të mbushura me ujë. Duan 100-200 milion euro nga kinezët që ti rivitalizojnë t'i kthejnë në punë. E nuk e bën dot këtë Librazhdi. Kjo Nga bashkia sot me që shtrihet në qytetet e rrethina është e nevojshme. U përgjigjet nevojave, halleve, problemeve në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi dhe sipas